Bërë pa fund pyetje se çfarë produkte që përdor për lëkurën dhe për fytyrën tani. Dhe meqense po bëj skincare rutinën e mëngjesit, mendova që t'ua tregoj edhe juve. Arsi që po përdor, shumë i butë dhe pastron lëkurën shumë mirë. Unë fytyrën e pastrova me këtë, kështu që nuk po vijoj me përdorimin e produktit. Së dytë kam tonikun, të cilin po e aplikoj që tani. Ky ndihmon që të minimizohen poret edhe e ndihmon lëkurën që t'i përkuti produktet e tjera në vijim më mirë. Tani e lë disa sekonda që fytyra të përkuti. Hapi i tretë është vitamina C dhe acidi hyaluronik, është një kombinim i të dyjave dhe quhet Collagen Boost. Nuk ka kolagjen, por përdorimi i këtyre të dyjave nxit në rritjen e kolagjenit. Ka një teksturë shumë të lehtë dhe shumë të butë dhe madje ka një aromë shumë të mirë. Pas vitaminës C vjen gjithmonë hidratuesi dhe ky është ndër hidratuesit e mi të preferuar që kam përdorur ndonjëherë. Magjik, sepse ka një teksturë shumë të lehtë edhe e lë fytyrën super të butë, si lëkurë bebeje. Provojeni se do ta shuroheni. Si hap të fundit, në ditët që nuk vendos make-up, përdor edhe këtë serumin, të paktën vetëm gjatë kohës së mëngjesit, të cilën ju e keni parë tek unë tashmë. Është një kombinim vajor, i cili ndihmon në rritjen e çertikëve dhe të vetullave.